Falënderimet qofshin për Allahun, salavatet dhe selamet për përzemërta qofshin mbi vulën e profetit Muhammed Mustafa alayhi salam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbarëdhët të cilët e ndjekin dhe pasojnë udhën e tij deri në ditën e fundit, ku e lutim të madhruarin Allah të na bëjë prej tyre. Të nderuar vëllezër dhe motra, vazhdojmë me jetën e Umar ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu. Të them të drejtën, jetën e këtij njeriu ku e lut Zotin xhel xhelalu të na mundsoj të ecim gjurmëve të tyre dhe na bashkojmë me të tillët në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Çdo javë që përgatis për jetën e tij, them do ta mbyll këtë javë. Mirë, po domethënë ka aq shumë detaje sa më duket vetë se akoma s'kam filluar me jetën e tij. Edhe pse jemi domethënë duke trajtuar Umerin radhiyallahu anhu si prizë besimtarëve. Dhe them që ti jesh në pushtet, aty shihet pesha e vërtetë e njeriu. Pra i ke gjitha pushtetet dhe aty shihet pesha e vërtetë e njeriu. Umeri radhiyallahu anhu nuk diferenconte midis mashkullit dhe femrës në marrëdhënie, në drejtsinë që ai tregonte ndaj tyre. Nuk kishte asnjë diferencë. E pranonte prej gjithë kujt kritikën, këshillën, quhet çfarë duash. Kemi një rast kur Umeri radhiyallahu anhu shëtit dhe ishte shumë gjë normale, shëtiste rrugëve të Medinës, zakonisht i bënte këtë shëtitje për verifikime të ndryshme, dhe aty e ndalon një femër e moshuar, e shtyrë në moshë, dhe thotë: "Të kam njoh kur të thrisnin Umeir." Umeir është forma përkthelore e emrit Umer. Në gjuhën arabe domethënë Umar thirrin Umeir në formë përkthelie. Pra të kam njohur aq të ri sa ty thonin Umeir. Më pas u bëre Umer, pra u bëre burr. Sot të njoh si prizi besimtarëve, pra nuk thirresh më as Umer, jo, po thrihesh si prizi besimtarëve. Ndaj të këshilloj të kesh frikë Allahun xhel xhelalu, se të merr vala e pushtetit dhe harron ato të cilët i ke në ngarkimin tënd. I thot ai që ishte me Umerin, shoqëruesi i Umerit, i thot: "Bollse e rënove Umerin." Pra nuk është Umeri radhiyallahu anhu për i cilëve mund t'ia thuash gjithë këto fjalë. Lëre, thot Umeri radhiyallahu anhu, se ti nuk e din kush është kjo. Kjo është ajo femër për cilën Allahu xhelle xhelalu ka shpall Kur'an, duke thënë: "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah." Allahu e dëgjoi fjalën e asaj. Kujt? Khawla binti Tha'laba. Allahu e dëgjoi fjalën e asaj femre që tu ankua ty, të fliste ty për shoqin dhe u ankonte tek Allahu. Thot këtë ka dëgjuar dhe Allahu. Pra kush është Umeri që mos më dëgjoj Umeri? Shikoni të nderuarit e mi, domethënë të jesh në mesin e një pushteti madhështor siç ishte ai Umeri, dhe të ndalon një grua në rrugë, pa dash të ofendoj gjinit, nuk ka lidhje kjo grua apo burr, po për atë shoqëri, pra femra ishte pak më ndryshe, pra nuk ishte femra në ato statuse që të replikonte me burrat, pra ajo kishte shoqërinë e saj, kishte pozicionin e saj. Dhe Umeri thot: "Këtë e ka dëgjuar Allahu, jo mos e dëgjoj unë." Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ndalon një zonjë në rrugë dhe i ankohet për gjendjen e saj. Thot: "Kam jetim. Unë jam vajza e filanit që ka prezantuar, thot, në beslidhjen e Hudejbijes. Mirë, po hallet e jetës më kanë shtyrë dhe më kanë nxitur, domethënë, të kërkoj, pra jam shumë në hall. I kanë hallet e saj." Umeri radhiyallahu anhu thot: "Pa një, pa dy, mori një nga devet që ishin pronë e shtetit, normalisht. Dikush do thojë domethënë që, ore, po na përmend vetëm raste ku Umeri merr gamall i shtetit, jep, merr gamall. Ore, Umeri radhiyallahu anhu ju mendoni domethënë se kish lënë gjë ai për vete? Të ta përmend një rast që vërteton që nuk kish lënë gjë për vete. Ndaj dhe kur themi që jepte nga pasuria e shtetit, sepse pasurinë e vet e kish shkrirë gjithën ai në rrugt të Allahut.
dhe ja ngarkon ato të eventot me ushqime, me mall të ndryshëm, derisa në fund fare i jep dhe një sasi parash dhe i thot merre shko tek shtëpia se inshallah pa përfundu së konsumuari këto do të vinë tjerat. I thot personit Talha ibn Ubejdillah e shoqëronte në këtë takim, i thot Omer, thot vallahi dhe shumë. E keni parasysh se ngaherë domethënë njerëz jo kur u jep shumë, se ai që t'jep është Allahu, nuk mund të jetë krijesa ai që t'jep. Po domethënë kur e shton atë sasi nuk e vlerëson. Rri thot Omeri se ti nuk e din se kush është kjo. Baba i kësaj në filan betej ka qenë shkak që ne të fitonim. Vllai nisi të numëronte të gjithë me radhë. Pra Omeri radiallahu anhu nuk harronte se çfarë kishin vepruar edhe të parët e tyre. Doni të shihni se kush ishte Umar ibn Khattab radiallahu anhu në jetën e tij? Umeri kërkon dorën e Ummu Kulthum binti Ebi Bekr as-Siddiq, vajzës e Ebu Bekrit, motrës së Aishës. Por këtë e bën domethënë kur Ebu Bekri ka vdekur tashmë, dhe ja kërkon dorën e saj Aishës radiallahu anha. I thot Aisha radiallahu anha, do t'i them, sepse njeriu është i lirë në martesë, pra nuk ka martesë me zor. Ti je i pari i vendit, po dhe Umeri ishte koshient për këtë. Dakor, thot Umeri, e rëndësishme është që më njoftosh. Në rregull. E njofton Aisha ose i thon zonjës së nderuar Ummu Kulthum që ka kërkuar dorën tonë dhe Umeri, unë po e them edhe në sensin e shakas pak. Thot shkorëm le rahat, çfarë Umeri thuti? Dë rriun të merre me jetën e Umeri. Umeri ka zgjedhur domethënë me jetu jetë marume. Pra bën një jetë që nuk e përballoj dot. Thot kështu që nuk e pranoj, jo, se pranoj as mos më diskuto fare. Pra çfarë më duhet mua thot titulli se është prisi besimtar, do mbret. Le të jetë mbret, nuk më duhet kjo pjesë. Mu më duhet që po të rish me këtë mbretin, ke për të fletë me hasra për to. Halli ishte tani Aisha si më ia përcjell Umerit këtë fjalë. Ndaj dhe thriti thot Amr ibn al-As radiallahu anhu, që është shuar për mençurinë e tij, dhe i thot Amr këtu puna, thot Amri thot, e rregulloi unë atë mohabet. I shkon Umerit radiallahu anhu dhe i thot Omer, kam marrë vesh se ke kërku dorën e vajzës e Abu Bekrit, po thot Umeri. Thot pse, a kam bënë i gabim? Thot, a ke bënë i gabim? Me u konsultu, thot, duhet ishe konsultu i erë. Thot, si shkon ti kërkon dorën e vajzës e Abu Bekrit, pra nesër pas nesër, pra ti e mësu me jetën tate. Kjo nuk është, a i brez dhe më thënë që me thënë është mësu me natyrën, pra ti shu është je njëri ashpër, nuk je mësu me ta kthy fjalën kush. Thot, kurse kjo është lindë, është rritë më bereqetë Allah, më hajërësit më dhe. Pra ku duron kjo vrajësin që keti? Pra me thonë në i fjalë kjo, ja gabove me të ti, dhe me thonë sjellje, a nuk do të vjerit turp, thot, prej Ebu Bekrit, pra prej shokut tëmë, Ebu Bekri kishë vdek, tashmë, kupto? Vallai thot Umeri, nuk i kishë menu në këtë formë. Pra ja boni Umerit, që Umeri ta tërhiqte këtë propozim. Thot Umeri radiallahu anhu, thot po, halli është thot si i kam thonë dhe Aishës, nuk e di thot aja ka qu fjallën Aishë, pra si ti them Aishës unë dëshi që parë Zotin më bëjë Allah se çketi thot Amri se e zjedhun këtë punë. Dhe shkon Amri dhe i thot Aishës radiallahu anhu, zjedhe më Umeri. Thot Umer thot, është zjedhe i mëpet, pra nuk i ka thonë gjo. Thot pas i kaluan kohë, i bjen në vesh Umeri që jore e kishte pas thonë, ajo s'kishte pas pranu, dhe ishte bo se kjo loj. I thot Umeri radiallahu anhu, thot a ishe propozimi jotja për i Aishës. Aishja tha më qoj fjallë, ndërse unë të sajova në të formë që me tartë sa më e letë. Pra njeriu nuk e ka qenë refuzimin në jetën e vetë. Dhe ajo që doja të tregoja dhe më thonë, jo vetëm refuzim, po kush e pranon thot jetën e Umerit, pse jam e detyruar unë me jetu në të jetë ashtu siç jeton Umeri. Pra Umeri radiallahu anhu ishte në shërbim të krijesave të Zotit
por në të njëjtën kohë ishte person i drejtë. Çfarë do të them me person i drejtë? Nuk ishte egoist. Nuk shifte veten se kush jam unë. Ora ne nga i pari dhe i fundit Allah. O Allah na fal, o Zot na udhëzo. Me nis me pas një tip konflikti me njëri tjetrin, a jemi ne që themi, s'ke fajde se nuk e di ti se kush jam unë. Po kush je tjerë? Kush je tjerë? Vetëm Allahu është. Nuk e fajde se nuk e di ti se kush jam unë. S'mjef mirë ti mu. Se kush duhesh me qenë që duhet me të njoftë, për shembull. Se mos je i dërguar i Zotit dhe në valla i kena humbë në gjop ose njoftën. Thonë sirianët përdorin një shprehje, thotë buka ime bukë mize dhe buka jote bukë mize, për çfarë po fryje shkot? Për çfarë po shet men? Pra në fund ditës sa han bukë, po. Jo po njëri ha bukën një formë tjetër. Po bukë han mo. Jo po dikush e han bukë zezë, dikush e han bukë bardhë, dikush e han në miell natyrale, ku ta diun gjërat e saj natyre. Umeri radiallahu anhu nuk i kishte në fjalorin e vet absolutisht këto gjëra. Drejtësia e tij arrinte maksimumin. Një ditë për ditësh sheh se si një person po bisedoi me një grua në rrugë. Edhe duhet ta kuptojmë këtë që do të tregojmë tani. Duke biseduar thot me një grua në rrugë, Umeri siç e kishte një shkop, domethënë ira, ç'a bën re? Ne na duket si çudi sot. Jo vetëm në atë kohë, por mua më tregonte gjyshja ime këtu në Shqipëri, ku jetojmë ne sot, që nga vitet 20-30, thot u shkëmbeja me tim vlla në rrugë dhe nuk ndaloja për t'i fol. Pra ai vinte nga ushtria, nuk ndaloja për t'i fol se ishte turp me ndalu me fol me burrat në rrugë. Pra këto janë abete. Nuk është puna se feja të shtyn se duhet me i zbatun këtë formë. Jo, për shoqëria, domethënë i krijon disa norma edhe sipas rahatisë tyre. Pra e kanë gjetur rahatin në atë formë dhe ashtu kanë vazhduar, dhe s'ka asnjë të keqe kjo. Ndërsa në atë kohë ishte akoma edhe më shumë, dhe Umeri thotë duke e pasur, i thotë Umer, është gruaja ime. Është gruaja ime. Po pse zgjedh vend tjetër ti ku më fol me gruan tate vetëm se më rrugë? Pra me vërtet për shembull është një femër që ka lidhje me ty, pra mund të jetë grua jote, mund të jetë bija jote, mund të jetë motra jote. Mirë po rruga ka një metodik tjetër. Pra edhe mënyra se si mund të qëndrosh në rrugë me të shoqe është çik më ndryshe edhe me motrën dhe me tjetrin. Ndaj i thotë ky thotë është gruaja ime, Umeri thotë po s'ke vend tjetër ti domethënë me gruan. Thotë dhe kur largohet gruaja, i thotë Umeri këtij, urdhënon shkopin sepse i ra. Kur themi i ra, Umeri nuk rrinte të gjërmu njerëzit ku dikush në t'ia fusi shkopi herë ta rrafi. Jo më, ishte bosi si ves. Dhe i thotë urdhëro shkopin edhe më gjuaj siç të gjujta. I thotë ja prisi besimtarëve. Ta kam bëu halal. Nuk duhet më bësh halal ta. Më gjuaj sepse unë nxitova ndaj teje, unë nxitova me ty. Pra nuk duhet sillesh në atë formë. Gjuaj siç gjujta. Thotë dhe i ka lëshu ben Allahun personin fjalë 3 herë, pash Zotin domethënë, pash Zotin, lërm. Se nuk do të dëgjoj. Shikoni se si jeton. Po pse e ulte kjo gjë Umeri? Po jo Umerin, po askënd nuk e ul. As ty, as mu, kur ti je i drejtë me tjetrin, kur ti je modest me tjetrin. Pasha Allahun vetëm se do të ta shtojë dashurinë. Profeti alayhis salam shikoni çfarë thotë. Tahadu, tahabbu. Dhuroni, këmbeni dhurata me njëri tjetrin, t'ju shtojë Allahu dashurinë. Kjo për dhuratat. Po për personin i cili dhuron drejtësinë vëlla. Ka domethënë dhurat më të madhe se kjo vallë. Ai dhuron drejtësinë. Dhe Umeri domethënë të bën të ndjehesh vetja jote. Nuk harronte Umeri gjakun e dëshmorëve. Ka qenë një personazh nga sahabët kjo, e quajtur Khansa, femër domethënë. Dhe Khansa në ato që njihet ndryshe si betejë e Qadisiyes, jo humbi, po fitoi 4 dëshmorë. Si ran 4 djemt i ran dëshmorë. Dhe Umeri radhiyallahu anhu kishte një politik për të rënit dëshmor. Pra familjarët e tyre merrnin një shpërblim mujor.
Pra është normalisht si të rënit në detyrë. Pra edhe shtetet sot, një për shembull që punon në policë, është të vrarë në detyrë. Pra i rënin në detyrë ka një trajtim nga shteti. Pra edhe nëse zakonisht kur ka fëmijë do të marrin pensionin e tjatit, domethënë. Dhe Omeri, duke qenë se këta nuk kishin fëmijë, nuk kishin lënë fëmijë, thot ku është haku i Khansas. Tha në Omer që nuk kanë lënë fëmijë 4 djemt e saj, pa kanë lënë 9, tha. Thot dhe jepte pension për 4 fëmijët e saj. Pra nuk e harronte Omeri radiallahu anhu sakrificën e askujt. Ishte vazhdimisht edukator. Donte që në çfarë do lloj çasti të edukoj. Shkon një person tek Omeri radiallahu anhu dhe i tregon ose kërkon të konsultohet me të se dëshiron të ndahet me gruan. I thot Omeri radiallahu anhu, po përse do të ndahesh? Domethënë ka një arsye robi kur ndahet se mu tek mundeshit do të ndahem. Kujtohen mas 20 vjetëve, mas 20 vjetëve, ka ne 20 vjetë, burë e gru bashkë. Mas 20 vjetëve kujtohet s'kishim përputhshmëri karakteri. Rrini i qikë. Rrini e pak. Se duhet i bëjsh 40, e në të shofësh shiko se s'paske përputhshmëri karakteri. Po pse mos ka thonë jo njëri ty se në jetën bashkëshortore duhet me qenë njësh me njëri tjetrin, domethënë, duhet me shku vaj. Profeti alayhis salam ka thënë, "Fa innak", ndodh që ti të mos pëlqesh tek ajo diçka, por ka diçka tjetër që e pëlqen. Pra duhet me dash diçka, gjithçka ke njëri tjetrit, domethënë që të vazhdoni jetën në parim të përgjithshëm ku je. Në parim të përgjithshëm është njëri i pranueshëm. Pra a jeni të dy e palë, a janë pranueshëm, po, vazhdoj jetën aty. Ul kaptinën e mbyll gojën dhe ky person i thotë Omerit, domethënë që pse du. Pse thotë Omeri, domethënë sa veta, domethënë të kujtu tani që nuk e don dhe kështu do vazhdojmë të prishim familjet nëse thu se du. Duhet me gjetë zgjidhje. Ç'është kjo se du? Domethënë u ftove me kalimin e kohës apo sinov muhabeti? Zoti në mëdhnit vetë ka ndalu me i majtë syt të kullat sa ne iknej. Sepse domethënë mund shohësh një tjetër cila mund të jetë më e bukur, më simpatike, kontakti mashkull-femër, pra bisedat, i ka ndalu Zoti. Pse i ka ndalu? Se do të gjesh që mund të flasi me sjellje më të lartë se sa bashkëshortja jote. Po mirë, po gruaja jote, domethënë, po të shofi dhe ajo, nuk ka më të bukur se ty, apo ka kriju Allahu ty dhe s'ka kriju tjetër kënd më. Ndaj ka disa norma që duhet i respektojmë. Ndaj dhe Omeri radiallahu anhu pra çfarë i thotë ti? Pra sa njerëz pretendojnë se s'ka më dashuri në jetën e tyre, do të shkatrojnë familjet në edukator vazhdimisht. Edukator në mënyrë të vazhdueshme. Omeri radiallahu anhu vlerësonte nismat që mund të ndërmerrnin femrat. Si rasti i sahabijës së nderuar Hind binti Utbe, Hindi, nëna Muawijes radiallahu anhu, ishte gruaja e Ebu Sufjanit. Por dhe para Ebu Sufjanit ka qenë e martuar me një burr të dytë. Me një burr, se thash me një burr të dytë, domethënë ka qenë e martuar para Ebu Sufjanit. U martua me Ebu Sufjanin, i pari ka qenë xhaxhai Khalid ibn Walid. Dhe që ai u martua me Ebu Sufjanin. Mirë, po me Ebu Sufjanin anë ka funi i jetës, domethënë nuk kujtuan se s'kishin përputhshmëri karakteri, edhe i futën në të ndame. Do të mirë, kur u ndan, Hindi vinte nga një shtresë fisnike dhe i kërkon Omerit radiallahu anhu borxh nga shteti, nga arka e shtetit, 4.000 dirhem për të futur një tregti, domethënë që të jetonte në atë status të ekonomik që ajo kishte jetuar deri në atë ditë. Pa një pa dy Omeri ia dha. Dhe udhtoi madje ajo, pra ishte edhe në mosh, nuk ishte e re, ishte në mosh, plak. Thotë dhe kur shkoi në Damask, atje ku ishte vali ose guvernator, mëkëmbësi i Omerit, kush? Djali i vet, Muawija radiallahu anhu, ishte mëkëmbës atje. Thotë dhe kur shkoi tek i biri, thotë, kështu duhet me qenë burrat orbir. Pra burrat në pushtet e ka fjalën.
Të tillë duhet me qenë, pra ta vlerësoj dhe femrën, sepse ka shumë prej tyre të cilët domethënë ka marrë një nisëm tjetri, tu kërkuar riskun e Allahut. Po mirë, është duke bënë një gjë të keqe? Po si do e bësh ti se ti mund dështojsh me këtë? Po tash po dështoj, nuk është puni dynjase, po jepi ke mundësi financiare, jepi mundësi tjetrit. Profeti alayhis salam ka quajtur ndër sadakat më të vlefshme, thotë ti japësh punë atij që s'ka, ti japësh zanat atij që nuk posedon. Pra jepi një mundësi. Nuk gjeti gjë, domethënë nuk u bë qameti se ja dhe jepja i mundësi. Po jo, po shiko, se ky mund po pse njerëzit shkojnë me llogari suksesit sigurtës? Domethënë po u fut në X biznes, duhet i ketë bëu llogarit më me 100% që unë duhet dal me këtë normë fitimin. Po njeriu në biznes futet për të fituar, është shumë normale. Po ja që nganjëherë nuk thec. Nuk ka sukses, domethënë. Risku vjen prej Allahut xhanam. Më thotë, më dalon një femër më herë dhe më thotë, man, do të më hudhësh i frymë. Hajër, inshallah, mish ishe ujë, domethënë. Po për çfarë? Vallahi tha e kam i dyqanta, po s'pam hec fort. Për këtë do më hudh frymë ti po. Unë kam mbyll 4 dyqana, se nuk më ecën. Të kishë gjë për të hudh frymë, isha hudh vendes. I kërë bëjë znetin dyqanit aty, pa e pesë nuk të hec, futi të mbyll me shkokë tjetri që punon. Nuk më hec, domethënë. Shif bëj jo në tjera ti, mos rrim u marrë me këto. Ama njeriu të jepja mundësinë. Aq më tepër kur dikush e kërkon mundësinë, mundsoja. Nuk po them domethënë që ti flakësh paratë të tua kot në kot. Mund ta bësh një hetim, e shef domethënë që a është i aftë për ta bërë diçka të tillë, po jo ti japësh gjykimin para prakti, e gjyko para se më nis. Mirë, se unë po ti jap po ti për të humbë. Po ti si ja bjen marmër që në fillim. Tafa'alu bil khairi tajidu është një fjalë profetike që përcjellet nga profeti alayhis salam. Lakmoni të mirën, jini pozitiv, ta gjeni atë, t'ua japi Allahu. Po e nisën me tesh si gjysh fillim. Ja, nuk ka vërtet. Nuk ka vërtet me vërtet. Shibin. Pse? Po ti atë kërkon. Nuk ka për t'i hecë. E di unë s'ka për t'i hecë, njofun. Edhe pret se do t'i hecë. Po thuaj të falë të Allahu, thuaj fjalën e mirë përpara. Ndaj dhe këto zotni ishin mësuar domethënë që të jepnin fjalën e mirë dhe të vlerësonin paraardhësit e personave që kishin përballë. Adi ibn Hatim është një ndër shokët e pejgamberit alayhis salam dhe djali Hatim at-Tai, që është më nam ka arabët para islamit. Adi ibn Hatim është bërë musliman ai, është bërë musliman dhe motra e tij. Ka një histori në vete, po inshallah kur të rrisim nga Adiu do të tregojmë dhe atë. Dhe Adi është një ndër ata 14 sahabë të cilët kanë jetuar 60 vite para Islamit dhe 60 vite në Islam, 120 vjeç. Moshën e jep Allahu, po këto kanë një karakteristikë se ka kaluar domethënë 60 vite të gjithë jetën e vet. Domethënë sot mas 60-ve duhet të fillojmë me pa i varr. Mi pas morë masët, a di Zoti se sa jeton. Po, midis 60 dhe 70 sot profeti alayhis salam është mosha, mesatarja. Të shi se kalon në njoni ke 100. Ne e kemi të shi si ëndër, duke thonë u bofsh 100 vjeçëre. A kemi bëurim? Pse kemi bëurim? Sepse nuk shef po njëri me shku 100 vjeç. Dhe kemi bërë si sunim. Dhe Adi ibn Hatim ishte një prej tyre. Dhe në kohën e Umerit ndodhi që erdhi me një delegacion nga fisi vet, fisi Tai, quhet një fis me nam. Dhe Umeri radiallahu anhu domethënë i vlerësoi që të gjithë. I vlerësonte një nga një. Vetëm Adiut jo. Dhe jo vetëm që nuk e vlerësonte. Po domethënë kërkon të ta shmangte, nuk donte ta shifte kështu si ball për ball, jo se urrenda. Mirë po, 1, 2 herë, 2, 3 dhe Adiu i thotë Umer. Apo mjefër. Qeshi thotë Umeri, ai shumë kur i tha apo mjef, sa thotë siç ishte duke lidh kështu thotë ra mrapsh. Ai shumë qeshi, domethënë çfarë po thua Adi? Pra, jemi duke folë që Adiu 60 vjeç ka pranuar Islamin. Dhe i thotë Umerit që apo mjef.
Në atë kohë mund të ishte domethënë 70 vjeç. Thot, çfarë thot Omeri? Apo mjeft. Thot, ti thot do të më thush, thot mu thot që unë kam pranuar Islamin para tyre. Unë kam kontribuar me pejgamberin alayhis salatu wasalam, ndërkohë që këta nuk kanë kontribuar. Thot Adiu, po vallai kisha për të thënë këto fjalë, pra nuk ka as si të ke, vallai thot as si të ke që nuk do të kishe nëse do i thoje. Por o Adi, unë e di se ç'mall jeti, pra çfarë materiali jeti. Pra ty nuk t'jap, jo se nuk të dua, atyre i jap për t'i afruar më tepër me fenë e Allahut, për t'i afruar më tepër, për t'u thënë se ne nuk na bashkon paraja, nuk na bashkon vlera monetare, kurse ty e di se kush je. Por megjithatë Adi thot urdhëro të t'jap, vallai thot Adiu, tani me vërtet thot nuk i du. Pra pasi e kuptova se pse më vlerësove në këtë formë, nuk i du thot. Omeri radhiyallahu anhu ishte i pari i cili vlerësonte veprimet që duhen marrë mend. Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi është një prej sahabëve shokëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili në një ndër betejat me bizantinët u zu rob ai dhe çeta e tij me 1000 luftëtar. Për të rënë shkurtimisht domethënë historisë së tij, për dalë vetëm tek pjesa e Umerit në fund fare, Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi si komandant i kësaj çete u provokua shumë nga mëkomësi i perandorit bizantin në ato vise. Nuk la gjë pa e provokuar. E la disa ditë pa ngrënë, më pas i ofronte dhe i thonte që ky gatim është me mish derri, për ta pa kur dorëzohesh, nuk e konsumoj. I dha thot disa ditë me ngrënë, mirë po i hidh dhe shumë krip në ushqim, por nuk i jepte ujë. Dhe pas disa ditëve, pra që e kisha arritur etja maksimumin, i vendos përpara verë, që ta pi me shujt etjes, po vdiste nga etja, nuk e pranoi. E provokoi në aspektin moral, nuk e bëri, derisa në fund fare, domethënë, zgjodhi që ta ndëshkonte si të gjithë të tjerët, dhe jo me një ndëshkim do si do, po një kazan i madh, e kish mbushur me vaj, e kish ndezur dhe fuste njeriu aty, nëse dilnin kockat, domethënë, pra aq shumë vlonte. Dhe pasi disa prej tyre i ndëshkojnë këtë formë, i erdhi radha dhe Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi. Thot, kur i erdhi radha filloi duke qenë. Boll thot ai, se këtë po kërkojshin. Pra nuk është se du ta vras. Thot afrojen. Kur afruan ta i thridhe menjes, sepse para kësaj i kishe propozuar vetëm bëhu i krishterë, pra braktisi Islamin, dhe do të të bëj sundues bashkë me mua, do të jap gjysmën e pushtetit tim. Nuk e kish pranuar, normalisht. Thot, u bëre pishman. Po çfarë thot ai? Po ja thot se pe vdekjen. Po jo, valla, thot jo. Thot, po pse po qaje? Po qaja se nuk ma ka mundësua Allahu të kem 1000 shpirtra që të vdes 1000 herë në të njëjtën formë. Pra më vjen keq që vetëm i herë do vdes kështu. Se do kisha pas dëshirë që të vdisja i herë, të ringjallëm, vdes 2, të ringjallëm 3, e të gjitha me radhë, dhe e dyta se ata shokët e mi të cilët e morën këtë gradë, domethënë të shahidit, dëshmorit, pas kanë qenë më të mirë se unë dhe Allahu, se më paraprinë për në xhennet. Aty kuptoi ky person se me këta njerëz është e kotë. Ndaj dhe vendosi dhe i tha, bëj një veprim, pra që të justifikoj lirimin tuaj, bëj një veprim dhe jo vetëm që të liroj ty, por i liroj të gjithë të kapurit peng, robërit e luftës. Thot, cili është ai veprim? Thot, të mputhësh në ballë në mes të njerëzve, pra të shohin të gjithë që jetu mputh në ballë. Këtë thot ai, po, e bëj. E bëri, lajmi kishte mbritur në Medinë para se të mbrisnin këta. Dhe Umeri radhiyallahu anhu ishte vetë në pritje të tyre. Kur u ofruan Abdullahi, domethënë mante kokën uli shkreti, sepse i vinte zor sidoqoftë prej këtij veprimi. I thot Umeri radhiyallahu anhu, afrohu Abdullah. Na trego, pra Umeri e kishte gjuhë gjithë ngjarjen, do të na tregos se ç'ngjau me ty. Mi po e uli në xhami, pra siç jemi ul ne tani,
Pra e ulin në xhami duke tregu, thotë dhe tregoi ngjarjen të gjithë, brofin këmbë Omeri radiallahu anhu dhe tha: "Të gjithë e kemi borxh ta puthim ballë këtë burr sot." Sepse u bë shkak domethënë për të shpëtuar 1000 veta nëpërmjet një veprimi të tillë. Të gjithë e kemi borxh dhe ja tek jam unë i pari thotë që e shlyi këtë borxh në profin këmbë dhe e puthi i pari mballë. Pra Omeri ishte ai personi i cili vlerësonte njerëzit, vlerësonte veprimet e tyre, jetonte me njerëzit, i merrte në konsiderat sakrificat të cilat kishin sakrifikuar. Thotë një ditë prej ditësh e kishin zakon të ulen me ato të mirë që u kishte dhënë Allahu me ngrënë me njëri tjetrin. Pra me hëngrë nga i kafshat, me ngrënë nga i kafshat bukë me njëri tjetrin. Dhe një person nga ata që po hanin aty thotë po hante më të majtën. I herë 2-3 thotë Omeri radiallahu anhu vëlla, pra nuk e njihte. E dinte që është nga ata që kishin luftuar në rrugën e Allahut, po nuk dinte më gjatë ato vëlla. Po ha me djathtën thotë se është turp. Pra është turp me ju kujtu akoma që mos ha me të majtën. Po thotë po e kam i çik zonë. U hapi Omeri, thotë çfarë baza ky, domethënë që unë i them ha me djathtën dhe ky thotë e kam zonë. Thotë kur e nxorri, domethënë si më pash zvesh xhaketën, domethënë kur e nxorri dorën e kishte dorën e kputme, ju kishte kput dora, domethënë duke luftuar në rrugt të Allahut. M'fal tha Omeri, tha s'ka asgjë gjota. Tha tani tha të kërkoj leje dha se më duhet me shku, domethënë me vizitu nënën në Yemen, vinte nga Yemeni. Pra me udhëtu drejt Yemenit. I thotë Omeri radiallahu anhu, a e ke? Po valla e kam, thotë po. Allahu më fal, thotë kam tepruar me nënën. Thotë po pse thotë Omeri? Po sepse u bë gjithë këto vite thotë që nuk kam shku. Pra jam fokusuar me këtë pjesë domethënë e sakrificës në rrugën e Allahut dhe nuk kam shku me e pa nënën time. Pra jo vetëm thotë që pas e sakrifiku, por që qeke dhe person që e respektoke prindin, thotë dhe urdhëroi domethënë ta vlerësonin me një dhuratë majme, domethënë normalisht që një person i tillë nuk priste as ti pranonte ato gjëra, po thotë këto i ke thotë për nënën, pra të mos i shkosh nënës me duar bosh. Omeri radiallahu anhu ishte dhe ai personi i cili kishte dëshira. Dhe një ditë prej ditësh duke net me shokët e tij, i thot njërit prej tyre, thot: "A mund të më thush domethënë se cila është dëshira jote, çfarë dëshirash ke në jetë?" I thot: "Po patjetër, thot, do kisha pas dëshirë, pra ishim në krah të një ndërtese, një shtëpie, thot do kisha pas dëshirë që këtë shtëpi këtu, këtë godinën këtu ta kisha për plot me flori dhe ta shpenzoja të gjithën në rrugën e Allahut, duke ndihmuar ku janë e ku janë nevojtarët." Dhe i pyeti disa të tjerë, pra i pyeti disa me radhë. Dhe të gjithë shkonin dhe thonin thuajse të njëjtën gjë. Domethënë njeriu duhet të jetë vetvetja, por në publik të gjithë gjendemi përballë, domethënë befasohesh nganjëherë. Pra aq më tepër kur të pyet për diçka që ndoshta s'e ke prit. Dhe kur përgjigjet i parë, hajde shkojmë gjithë mbrapa në atë përgjigje. I thonë Omerit: "Po ti Omer, ndërsa unë do të kisha pas dëshirë që këtë shtëpinë ta kisha për plot me njerëz si Abu Ubejdah ibn Jarrah dhe përmenim një 2-3 nga shokët e tij që ishin flamurtar të davetit, domethënë thirrjes së fenë e Allahut dhe të misionit të Omerit me patjetër, që pra që ndihmonin Omerin radiallahu anhu, unë do ta kisha pas dëshirë, do ta kisha këtë shtëpi plot me njerëz si ai dhe t'i emëroja në përtreva të ndryshme që të arrihet flija rahat. Dijeni thot, pra i jep ato këshillat e tij duke thënë: dijeni se në jetë të nevojitet mik, të nevojitet shok, nuk të nevojitet mall e pasuri. Mund të kesh pasurinë e gjithë dynjas, po vallahi me të nuk blen dot mik e shok. Nuk blen dot mik e shok. Ndaj jeta jetohet me miq e me shok, ajo do duhet në jetë. Dhe ta zgjedhësh mikun dhe shokun thot të jetë prej besnikëve. Dhe besnik thot është ai i cili e ka frikë Allahun xhel xhelalu. Pra si ta zgjedhësh si një person i cili e ka frikë Allahun subhanahu wa taala. Kjo ishte dëshira e Omerit radiallahu anhu. Omeri radiallahu anhu
në vlerësimin e njerëzve nuk kishte se nga vjenti. Një ditë prej ditësh shkuan tek Omeri një grup njerëzish, por gjithsej i cili nderezit vet. Dhe normalisht do prisje radhën për të futur. Dhe Omeri pyeste se kush është, domethënë kush ka ardhur. Dhe nisi dhe ja numëroi. Ndër ata të cilët prisnin radhë ishte edhe Abu Sufjani radhiyallahu anhu, sahabiu i nderuar, që ishte ndër fisnikët e Mekës dhe disa të tjerë që Allahu i begatoi me pranimin e Islamit. Po aty ndodhi dhe Bilal el-Habashi, po aty ndodhi dhe Suhejb el-Rumi, njerëz të cilët kishin qenë sklavë. Dhe Omeri radhiyallahu anhu fillimisht fuste këto dhe më pas lejonte që pas tyre, pasi dëgjonte këto, të futenin fisnikët e Mekës. Të habitur, domethënë shprehin një lloj pakënaqësie dhe Abu Sufjani dhe të tjerë që po na barazon domethënë Omeri neve me këto. Ai këshilltari i Omerit, ose po themi ndryshe asistenti i cili rregullon dhe sistemonte këto takimet, i thotë, është e vërtetë, thotë, nuk mund t'ju barazojë Omeri juve. Këtyne ju parashtrua Islami nga ana e pejgamberit dhe shokëve të tij, sikurse u mundsoi Allahu dhe ju t'ju prezantohet Islami, por me një diferencë. Këta e pranuan Islamin, ndërsa ju e luftuat Islamin. Derisa u mundsoi Allahu me pranu Islamin. Ama kjo vjetërsia e tyre në Islam i jep prioritet tek vlerësimi i Omerit. Pra, jeta e Omerit radhiyallahu anhu na mëson se edhe se si duhet jemi në jetë. Omeri radhiyallahu anhu kur e ndjen veten se ka gabuar, kthen. Një person pa ditë Aliun radhiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, dhe normalisht ai i cili do ta gjykonte çështën do të ishte Omeri radhiyallahu anhu. Thot kur qëndruan përpara Omerit, përballë Omerit, Omeri i drejtohet Aliut radhiyallahu anhu dhe i thot: "Ja Abul Hasan", e thret me llagap. Pra tjetrin e thret në emër. Ndërsa Aliu në thret me llagap për të nderuar, pra o babai Hasenit, që është një metodë profetike kjo dhe një trashëgimi profetike tek njerëzit, edhe kur nuk kanë fëmijë, si rasti Aishës, pra Aishës i kanë pasur Ummu Abdillah, nëna Abdullahut, ndërkohë që Aishës ka bërë kur fëmijë. Ja ka vendosur pejgamberi alayhis salatu wassalam, domethënë dhe ashtu është respektuar gjatë gjithë jetës. Thot ai Aliu domethënë u vret kur i tha ja Abul Hasan, o babai Hasenit, u vret pak. Kur mbaroi ajo procedura, i thot Aliut radhiyallahu anhu: "A mos u zemrove që më falni, pa ditë si ishte hebre, pra as nuk ishte i njëjtit besim ja." Thot: "A mos u zemrove", thot Omeri radhiyallahu anhu, "që të barazova me një jo musliman, pra të ula në krah të tij?" "Jo", thot Aliu, "nuk u zemrova nga ky fakt, se përpara drejtësisë nuk ka, duhet ulemi të gjithë njëj, i pasuri dhe i varfri, muslimani dhe jo muslimani, i madhi dhe i vogli, gjithë, domethënë, paditës dhe i paditur përpara drejtësisë. Por u zemrova dhe se pata frikën e drejtësisë se do të nisë të humbas, sa atë e thrite në emër, ndërsa mua më thrite me nderime. Për këtë thot u zemrova." Thot u ngrit Omeri radhiyallahu anhu dhe e puthi në ballë. Arsyeja pse e puthi në ballë, sepse ai po kap një detaj shumë të vogël që ndoshta askush nuk do ta vinte re në kuadër të pjesës shoqërore. Mirë po, kjo që është shumë e vogël, me kalimin e kohës nisë dhe zmadhohet vetvetiu dhe merr udhën, merr ta të pjetën, domethënë drejtësia. Omeri radhiyallahu anhu e pranonte orientimin, e pranonte këshillën. Këshilla është e bukur o vëllezër. Vallahi është nga gjërat më të bukura që mund të ketë njeriu. Po këshilla domethënë ka dhe njerëzit e saj, ka dhe kohën e saj, por mbi të gjitha ka mënyrën e saj. Domethënë janë disa që nuk e merr vesh kur nis me të këshillua, a do me të rrafa, a do me të këshilluar, flidhe i qikë me lezat, e kupta. Fitoja zemrën tjetrit me dy fjalë të mira. Jo, si ku që e të bo. Ishin rështu për të falë, gjëra normale.
Thot dhe Omeri ndjen erë, pra dikush kishte prish abdes. Thot ai që ka prish abdes, çohet shkoj të marrë abdes. Thot le të çohet tani. Ti pret domethënë se ka për të çuar njëri, po me qenë vetë, atë vjen zor. Normalisht të vjen zor, të vjen turp. Po është diçka që ndodh dhe profeti alayhis salam në tilla raste, domethënë na ka mësuar që të përdorim një metodë sikur me kap hundët ose me mbulu hundët, që tek tjetri mund të kuptohet ndoshta për shembull sikur ka filluar me të rrjat gjak. Ashtu do të kuptosh ti po vuni kush do. Ti ke hall tjetër. Ke hall tjetër, mirë po kjo thot metoda profetike. Edhe i thot Xherir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, thot Omer, a të them unë një gjë më të mirë se sa kjo që po kërkon ti? Pa Omeri nuk është i pagabueshëm dhe jo në çdo situatë domethënë është i duhur, pra ka raste që gabon dhe don Allahu me gabuar alhamdulillah. Thot a të tregoj për një metodë më të mirë? Urdhëro thot Omeri. Çohemi marrim abdes gjithë se nuk na gjejnë gjë. Thot dhe doli i pari Omeri, doli i pari. Duke marrë abdes dhe dolën gjithë. Pra nëpërmjet këtij veprimi nuk e vunin siklet dhe atë shkreti i cili kishte prish abdes. Dhe e mori pa pikën e problemit, e mori domethënë orientimin e Xherir ibn Abdullah al-Bajali. Arsyeja sepse domethënë ishte për të marrë, nuk thonte, jo, të marrin të shej abdes 50 burra se nuk dash ka njëri medalë. Po s'ka gjë, për shembull thonë, po s'ka gjë, nëse është shumë normale, është shumë natyrale që njeriu të më ndodh kjo gjë. Mund të ndodhë edhe mua dhe do të dilja pa pikën e problemit. Ndoshta ti po dikush tjetër nuk del. Ndoshta ti i merr disa gjëra me sportivitet, po tjetri nuk i merr ashtu. Ndaj të nderuarit e mi, do të vazhdojmë edhe për disa javë inshallah me jetën e Omerit radhiyallahu anhu, pa u fut në detajet e pushtetit dhe zgjerimit të pushtetit të tij. Se me u fut në ato detaje, me pas shkruajt Allahu mua me jetuje 100 vjeç, them se nuk i marroj. E lutim Zotin xhelal xhelalu të na falit, na mëshirojë, na pajisë moralet e larta të Hazrat Muhamedit alayhis salam. Zot na bëj jetën të lehtë, na mundso ta bëjmë atë në shërbim të fesë tënde, na bëj vdekjen të lehtë, na mundso Allah të vdesim me dinjitet e shahadet. Të lutem ty i mëdhnueshmi Allah të na japësh prej mirësive tua të panumërta dhe të na bësh prej falënderuesve. Të lutem ty i mëdhnueshmi Allah të na mundsosh të mbledhemi vazhdimisht në tubime të tilla të cilat të afrojnë për tek madhëria jote. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.